Nëse ndalemi tek muzika në vend, çka mendon si I mungon vendit, nëse krahasohemi me vende tjera në rajon të në botë? Vendit I mungon një sallë koncertale për të cilën jemi të e vujt si shoqëni. Tash sa vite duke përmend vazhdimisht. Sidomos komuniteti jonë I muzikës, edhe po shpresoj që planet janë për më bo, nuk e di ku kanë shku procedurat për sallën e operës. Kanë qenë është për zgjedhë si objekt, por nuk e di deri ku kanë shku si procedurë, por Filharmonia e ka mëse të domosdoshme një sallë me të cilën duhet ne të jemi aty të koncertojmë, për shkak se ne si muzikantës, si orkestrantë të Filharmonisë Kosovës, e kemi një sfidë shumë të madhe, për shkak se na bjen për me ndru sallën mrena 24 orëve, pastaj ndryshon aty dinamika, ndryshojnë temperaturat, ndryshojnë çdo gjë, edhe është shumë sfiduese që ta kemi koncertin kualitativ. Pa marrë parasysh krejt këto rrethana, ne e bëjmë maksimumin që ta përfaqësojmë vendin edhe të kemi atë integritetin ton profesional që dalim sa më mirë mundshëm.